Falkon jetu e lyp këto? Një shoqe, Cila shoqe ashtu? Lirikën. Kemi një rastëri. Çfarë rasti? Është dukje Që sa ku? që disa jo pa asnjë gjurmë. E ke njoftë mirë, S'ukon qike keqa. po të qysh përfundoj kështu. Mas ndarjes të burrit u bo komplet tjetër njëri. S'ka pas ku me shku e qështu. Edhe nuk besoj që kemi veç të bojmë me zhdukjen zakonshme. A mundesh me kallëzu krejt pi fillimit? Po, e kam njoft sa isha në pushime në Kosovë. O kone vetme, shumë e humbun. Nuk dukej ajo si kur njëri që kishte kontrol në jetën e vetë. Problemet se në të nërë kërë, radiol. Veç tu që i ki ndori nërën problemet. E të kuptu, na do të më zgjeru. Pat shumë kontrola rrugës. More, a pat kontrola, as pat, mu su më intereson heq. Veç një sen du me dit. Edhe jo. Që kur ju thirre, me njerë duhet me marrë. A u kuptu me, Manuel? Okej. Ka një javë shumë e nxehtë. Meri, mos u bën budall. Këtu ka pare ma shumë se që ke mendu ti. S'ka marrën për këtë jetë këto. Po du me shku në shpe. Ka pas shumë njerësat. Kjo s'është përgjigje. Si e në të e mojtë këtë këto. Qka që na mledh? Veqa? Po bo probleme lëviz. Unë e po tutna. Jo m'lodh. Jo, po unë po du me jetu. Kjo nuk o keq që kena bona. E di. Po jo, nuk keni halan venin ku duhet. Problemet bashkë që atër vinë, Emanuel, kur ti menon që s'ka probleme. Bu që është halaja është venit. Ka do takime në Zvicera. Sidomos, pi atynve që lidhen me zhdukjen e vajzës. Kjo është rrugë e gjatë. Po, e vetmja rrugë është. Këtu nuk është rast i thjesht. A ki informacione të sigurta? Po, Po nëse kena rjet? po atëherë duhet me lëviz shumë shpejt. Para se me ndodhë diçka ma e madhe. Prej sonte, kjo nuk ka vetëm rast zhdukje. Kjo është një hetjemi plot. Sa na erdhen informata prej Zvicrës. Çka kanë? Rasti, po del më i madh se sa që e kena menu. Qysh? Ka lidhje edhe me disa zhdukje tjera. Qysh? 2 vajza tjera që kanë jetu te e njëjta banesë ku ka jetu edhe Lirika. Te ajo banesa? Po, se sipas informatav, aty ka pas shumë lëvizje. Burrat ndryshëm,
vizita natën, lëvizjet shpeshta, Po, pronorja? asaja nuk po gjendet. Se edhe një vajzë tjetër që lidhet me rastin, është zhduk. Kjo mua nuk është rast familjar. Jo, këtu kena grup të organizum. Po, Besa? U kanë prapa ajo të banesa. Besaja po dyshon që që aty ka njës gjithë shka. Edhe unë tash kom fillu me besu. I kena morë edhe do deklarata prej kojshive aty. Çka thanë ata? Thanë që vajzat kanë hi, kanë dalë shpesh. Po disa prej tyne, mo nuk i kam po kur. Kjo vajza duhet mu gjinë para se me ndodhë diçka e keqe. Besom, komandante, kam një parandjenjë të keqe. Se në këtë rast, shumë njerëz po heshtin. Pa i frika? Këshur, komandant. Lirika, Kaltrina, Buqja, krejt po lidhe me një ven. Po, burrat? Këto po bëhet terë. Se janë do emra që janë tu përsërit. Cilët? Një njeri me nufken spanjolli. Ku murët është këtë emën? Po qëto janë informacionet që i merë njeri prej jashtë. Edhe dobërime lokale, normal. Kur s'kena ujtë me kopë. Veç e një tip po qarkullon çdo vend. Nështë bashkë që tash është momenti tipik. Jo, tash është momenti me kuptu sa i madh është kjo rjetë. Po, e nëse na shep para se me e pona? Me atëherë është dikush për neve në rrezik. Zotni? O, Zotni? Hajde urnoni. Përshëndetje. Shëndetje. Unë jam Besa, shoqja Lirikës. Shoqja Lirikës? Po, Urnoni. faleminderit. Unë e di rastin që ka ndodhë. Veç ku martë me dvejt, a kini ne i lajmë pistojna? Jo, s'kena kur gjë. As kontakt? As gjë. Prej asaj dite, krejt qëtësia më ka hupë në shpi. A mund të shme më kalëcu që ka ndodhë saksisht me to? E ka bërë një gabim. Gabim që na prishi krejt familje. Qfar gabimi? Është përzi me njerëzit gabum. Edhe burri i sojna nuk e dërej këto. E ka përzon për shpis? Po. E prej atëherit, gjithë shka është prish. Edhe familja tina nuk për në le rahat mu. Po çka do me thonë kjo? Po vinë, na vesin, na kërsnojnë. Me një fjollë nuk kemi ditë qeta mu. Po ajo, a ka tentu nejherë me ju kontaktu juve? Jo, Lirika ka qenë gjithmonë e butë, po kjo punë e ka thyë shumë. A menon që dikush e ka shti Lirikën në këtë gjendja? Nuk di që ka thëmë mu, krejtjen përzi. Po a din ti na i ven ku ka mujt ajo me shku? S'ko, kur nuk ko familje të qetë, s'ko ku shkon. Tu me të falminderu që më pritet. Nëse e gjenë dikush, lajmëro. Po bac. Unë veç përshëndes edhe miru pafshim. Mirë pashëm. Faleminderit. Faleminderit. A o dikush këtu? Ordoni? Përshëndetje. Unë jam një shoqe e familjes. Po, hajde ule. Faleminderit. S'ka përse. Ç'po kaloni?
Pa, qysh me kalu? Prej asaj dite o prish. Shka u prish? Qfar dite? Prej kur nda vllau jem me liriken. Prej atëherë, s'kena pas pache. Qa ka ndodhë me familjen? Po na vi njerëz, her pas here, pysin, kërcnojnë, E kush janë këto njerëz? nuk i njohim krejt. Veç e dim që s'kan arë për të mirë. E vllaut, Ardiani? Ai nuk u kthy. Prej ai saj dite nuk u kthy mo, as tu ka lajmëru. As kontakt? Kur gjë heq. Nana nuk po dëron mo, ka pas edhe infrakt. O, zot. Pa jo kanë për çdo natë. Baba veç rrin heshtje. Nuk ka ndej si kur atëhere. E baba ku është tash? Në dhomë, tash e ka gjetë mënyrën që mos me dalë mu. Nuk po do me folë. Kjo familje u thy. Po e vërtet shpirt. Kjo familje u thy. Po, ma shumë se sa mu thy. Mu nuk jemi si kur familje. Duhet me pas shpresë. Shpresa, këtu argju e para. Nëse merrni vesh diçka, më lajmërot lutem. Po, lajmërojmë. Mos ki marak. Faleminderit. Unë po çuna. E miru pafshim. Okej. Se unë po çuna. Ditën e mirë. Qysh je? Sinqerisht jo mirë. A je kon të familjet? Po, ajo të familja saj, ajo të familja i shburrit. E çka more vesh? A kuptove në sen? Shumë dhimbje, po pak përgjigje. Të dy familjet janë shumë thyse. Njona po jeton me turp, e tjetra po jeton me mlef. A po dyshojshin të rajkosh? Realisht, po dyshojnë shumë njerëz. Po kërkush nuk po fol drejt. Garant kanë frikë. Po, e kam një përshtypje se dikush o të i mojt në presion. Edhe na kena fillu disa hetime. Shumë mirë. A keni gjetë në isen? Banesa, ku ka jetu ajo, nuk është diçka normale. Ka shumë emna të lidhën me atë vend. Janë edhe disa zhdukje tjera. Zhdukje? Po, jo vetëm ajo. E kun ditë. Qysh e ke ditë? Kër e kun takua qik, e kun pa që është shumë e friksume. Kur ishim me, ajo veç kështu kjo ona është mbrapa, sikur o të i përcjell dikush. A ta ka përmene jo nëjherë nëj emër? Jo direkt, jo. Po veç shpesh i përmen ke nja dy shoqe. Kaltrinën edhe Buqen, apo? Po. Këto dyja për na dalin gjithka. Kam edhe diçka tjetër. Qka? Unë e njo edhe një shoqe tjetër të sajna. Edhe menoj që ajo din ma shumë. Kush është ajo? Po, ajo jeton këtu në Prishtinë. Edhe ajo është e friksume diqysh. A ne na duhet me full me ta? Po, por jo me presion. Se ai nëse trembet, mbyllet me njëherë. Kjo pun, o t'u bo veç ma serioze, çdo det. Po tutna që jena vënu shumë. Jo, veç tash kena fillu me pa ma qartë. Po nëse ato e kuptojnë që na po afrohemi, atëherë dikush ko me tentu me nanol neve. Ku je kon, bre? Tu punu. Po kom pas me kon. Mos ma shit mua atë fjallë. Qa ki që po dridhësh? Se jetu jetë e pru.
Me qka? Me pare, me lojna. S'far pa lidhje. Çfarë lojë është? Ja ki nisë me më shef parët, kohën e fundit. Edhe nëse po, A je normal mërë ti? na jem të bo keq që të punë. Ai veç është të nejt e të pritë. Me i marë. Mos fal për ta ashtu. Të këmë thani herë. Që, zërvel, Ti nuk e nje. unë e një shumë mirë. Edhe një di që një ditë kom në lëshu krejtë. Ajna ka ngrit njëve. Ja, dhe i stash veç na ka përdorë. Ti djallë jetu i lujt me zjarë. Jo, unë jem të menu veç për veti. A e di që këmë na mytë krejtve. Largo, Ti apo do më në nëzjerë keq për atina. sa jetë të dosh me nejtë qajnë e ti të në kona, E po ma mirë që janë i tina, se soj vdekën. e po me thonë që ti jetën veç pitute, Ti jetën prej lakmisë. unë ju. Asone. Sa janë? Këto jam mjaftueshëm për me ikë një ditë. Ti pas ke plan me më trasu. Në këtë lojë, ose të rafton, ose të raftosh. Po nëse e merr vesh, S'ka me morë vesh. ai den gjithë shka. Jo bashkë në qka. Ti po më shtyn me i kallëzohe. Veç provo. Veç një sanë mos harro. Edhe ti i përlim denfet. Po të betona, nëse bi, unë kam e të marrë dhe ty me vetë. Kjo punë për shoh që ko me përfundu keq. Emanuel, kjo punë, ka ku që e ka njësë me ecë keq. Qysh jemi? Ja ka njësë mu lidhë. Apo me kallëzën që to qika dhe njerë? Po. Lirika, Po. Kaltrina, edhe Buqja. A je sigurt? Po, shumë. Tana pista që i kena bona, janë të naqu të këtu. Apo më kallëzën krejt që ka konkretisht? Vanesa, ku ka nejt Lirika, u ka në registru me të një person tjetër. Po kush e ka përdor? Kaltrina, Po kjo Buqja? kjo lëvizjet të shpeshta jashtë vendit. Sidomos Zvicër edhe Holland. E kjo s'është më pëlqy. As mu heq me të kallzu drejt. Ani kur po zhduken qika treja. Kjo vojzë nuk ka humbë vetë. Jo. Dikush e ka qu. Po kush i kontrollon këtu? Qëto po fillon problemi. Është një emër që ta përmena edhe herën e kalume. Spanjolli po. Prej vitësh qarkullon si hije këtu. Po kërkush se ka prek. Po nashta se nuk del vet. Po ai i përdor tjertë. Po. Edhe këto dyja mujnë më kanë pjesë e hallkës tina. Kjo po duket me qetë. Shumica doken qështu. Po dikush është të i organizu këto lëvizje. A kena halallën e provë direkte? Jo. Halo. Po kena modele. Çfarë modele? Qika treja, probleme familjare, premtime për punë jashtë vendit, për një jetë më të mirë. Masa ne zhdukje. Sakt. E kjo po në del me ronë se që mendosh. Unë po tutna që jena vunë për disa për tyne. Po jo për krejtë. Po në duhet me lëviz sa më shpejt. Po e nëse rjeti e kuptan që na jena ofru, E atëherë fillon lufta e vërtet. një informator, po lyp takim Për konë. për Buqen. Ti? Po unë, ku mardë me full diçka me ty.
Hajde hinë brenda. Unë ku mordh me të vetë ku është Kaltrina. Nuk e di unë ku o Kaltrina, se nuk jem të jam qirin ku shkan ajo që ka bën. Qysh se din ku është. Ka ik. Ku ka ik? Kërkonja nuk e ka kallëzu. Edhe liri ka u shduk. Edhe te posilë është sikur s'ka ndodhë kur gjë heq. Qka i ka dëmë për meje që ke mirë? Veç po du me ditë ku është shoqja jam. Ka muj që s'është lajmëru. Nashti, ajo vetë nuk do mu lajmëru. Mos fol pa lidhja. Ajo kur s'ke shup qashtu. Ti e ka menon shumë. E te, jetu më shef shumë. Që kjo jetë mëson me heshtë. Qysh po mund është më kun ka që ftoftë. Se nëse i merë krejt ofër zemrës, edhe që mendësh. Është ndodhë diçka e keqa. Në këtë botë, ndodhë gjithë diçka e keqe. A e kishtu edhe te për me dalë jashtë vendit? Që ka mirë, kujdes me fjallë. Veç po t'ves? Jo, po edhe nëse ka shku ajo, të ke fundit njerës shkojnë për një jetë më të mirë atje. Te po mdo këtë po din ma shumë. E ti e t'u lodhë këtë. Në me ti që ka mirë, ti e din se në venin tonë nuk ka kur gjo. Edhe kështu, a ke minutin e herë me dalë jashtë? Qka po thu bre? Po dhe, punë, një jetë më të mirë, luks, pare. Te hajgari e t'u bu me mua, unë njerë dha me këqyrë ku ka me të shoqja jam. Jo, as pak nuk jem të bëhaj gare. Edhe unë i kam lidhjet e mija. Edhe lirikës që shtoj këni full? Jo, lirika i ka marrë vetë vendimet. Jo, dikush e ka mashtru ato. Kujdes, mos e ngritë zonin banis tem. Nëse i ka ndodhë diçka asoj, dikush ka me pagu shumë shtrajt. Ti po jetojshe shumë emocione. E ti, hiq. Une që ka mirë, të kisha këshilu me menu që ato ofertë, që tash më herët. Jo, kur si jo. Besa, që shkalove? Mirë, Arta. Ja që vasaj qikës lokacionin. Besoj sa sot. Përshëndetje, qika. Përshëndetje. Si e ne? Si e, mine? Më falni se u vunuva pak. Jo, s'ka dert. Arta, kjo është Emilia, që folëm. Emine, kjo është Arta, shu që jam. Më vjen mirë. Po më do këtë që është të ndodhë diçka e madhe. Po pse bashkë shëton këtë shurë më keni thirë. Mirë, po tash në njerës, minoj të punu këto. Po e dia më vupoja i gore. Na veç pëtoj me kuptu që shka hukë birika. Te e ki njoftë mirë? Shumë mirë bile e kom njoftë. U konë shumë qike urtë. Po konë e fundet e humbi vetën krejt. Kur filloj kjo? Mas ndarjes prej burrit të vetë. U konë shumë keq emocionalisht. Po kom qef me ta bo një pytje. Kush ju ka ofru atëherë asojna? Kaltrina edhe Buqja. Çfarë raporti kanë pas këto me ato? Në fillim, shoqni normale. Po masanej, ndryshoj diçka. Çka ndryshoj? Se fillun të i folë për me qu jashtë vendit. Për punë, jetë ma të mirë, por ma shumë. Qështu? E lirika ka dosht me shkua? Në fillim jo. U konë e lodhë në prej komplet problemet. Edhe ka fillu m'ju besu se cilit. Ti Emine, a ke pa në herë aty njerëz dyshimt? Po, disa burra. Qfar burra? Unë nuk i njafsha, po ata s'u pëlqejshin. Pse? Sepse nuk mu dokshin si njerëz normal. Vishin natën, edhe ikshin shpejt. Edhe ajo Kaltrina ndryshon të krejt kur vishin ata. Në çfarë kuptimi po mendon ndryshojke? U bënte shumë nervoz.
Dhe që është qysh më të thonë, o to të ke shumë prej atyna. Po ajo buqja? Po ajo buqja u kon tjetër. Ajo rrinte shumë e qetë. Shumë e qetë. Po, shpesher ma jep ke përshtypjen, si kur din ajo ma shumë si krejt. E ja dyshon ti te ajo? Se di, po si besoj mu. Më falë, e ty, ata ka ofru medalja shtetit ose na i punë. Po, edhe mu. Para disa dite kum taku, edhe më tha mos po don edhe ty me të shu jashtë. E qyshta ka prezentu? Ai qështu? Punë, jetë ma të mirë, loks. Po mu më ka duk shumë e dyshim të ajo. Emina, mos shko kur pun me kërkan. E pse po më folë ti mu kështu? Se nuk më pëlqen mu kjo, shka jetu thonë ti. Ju dyja po dini diçka ma shumë apo? Jo, veç jena të mënu me indihmu. Unë e kam frikë shumë për lirikën. Po edhe na. Nëse i ka ndodhë diçka asaj, unë e vetës kur s'kam ja falë. Po as aty ne. Hajde po qumi. Kemi problem. Çfarë problemi kemi? Vojza po na del prej kontrollit. Cila mëra? Ajo prej Kosovës. Erika? Po. Po kërkon me ik vazhdimisht. A të thashë duhesh me mojt qeta qik? Qet, po tash kemi një problem tjetër. Hajde fol. Është shtatzon. A je sigurt për ton shkej të thonë? Po, e kuptova vet. E tash, kjo në komplikon krejt. Jo domosdo. Amo ka klient që jepin parë më shumë për këtë rast. Ti hes parë të dhe. Krejt kjo loj për parë bëhet. Po, policia? Kjo është arsyeja pse po të thirrë. Duhet me lëviz. Ku? Jo këto. Po ndihemi eksplozum. A kine problem konkret të rëndon? Disa lëvizje të çuditshme. Edhe vojza po pyet shumë. Ti e din që e nuk duhet me fol me kërkan. Ajo s'po flet. Po syt po i ka ndryshe tash. Që më duket i kuke tut? Unë më tut? Unë tut na veç prej gabimeve. E kjo vojzë mundet me na hap shumë problem. E çka thunë se lëvizim? Veça Nisan, duhet më honë shumë pashurën. Normal. I kam dy opsione. Njona në Itali, e tjetra në Belgjik. Belgjika është shumë ma shumë e sigurt. Po kushton ma shumë? Mos ka po me ma shqip mu hesapin. Sa i të kërku, falë? Për transferin, dokumentet, edhe rrezikun. Du me fitu mirë. Ti po harron kusht ka pun këtë punë. Edhe ti po harron kusht po të bon në kontrol. Sa? 50.000. Shumë bre. E po, vojza ka vlerë. Klientët po e mbysin me lek. Po që ka thuti nëse dështon kjo punë? Kjo punë s'ka me dështu. Veç ma larga prej këtujt sa ma shpejt. Mirë. Po nëse policia ofrohet? Atëherë, dikush ka me u sakrifiku. Bes, qka është ky vend, kështu ku më ke pru këto? Ullu, qëtëso. Kolega, mirë se. Përshëndetje, koleg. Mirë se keni ardhur.
Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se qekëm. A jeni për me pi diçka, kafe, ujë? Jo, faleminderit. Jo, faleminderit. Bes, a mundesh më kallëzu çka është ndodh këto? Emina, unë duhet me të kallëzu diçka. Po si hina unë ju më tutët. Nuk ki nevojë më tut. Që kja mirë, këtu jenë në policinë e shtetit. Çka në polici? Qetëso, thash. Bes tim ke rajt. Nuk kena pas zgjidhje tjetër. Jo bre. Ju më keni thunë që jeni shoqe. Na jena kon shoqe, edhe jena shoqe. Po unë punoj për policinë e Zvicrës. O zot. Na jena të mundu me zjetë liritën. Dhe më thonë, puna është shumë serioze. Po, shumë serioze. Unë e kum dit që diçka s'është në rregull. Neve na duhet bashkëpunimi me ty. Po, çka pjo duhet më sakt? Këto dy jo, masakt. Po, kjo është Kaltrina, kjo është Buqja. E po na po dyshojmë që këto janë pjesë e një rrjetit shumë të madh. Çfarë rrjeti? Për çfarë rrjeti e tu fol? Për jetë që i mashtrojnë qikat e reja, miqit jashtë vendit. Jo, kjo s'munët më kone mundshme. E Lirika? Po na bashkë për qëta kena nevojë për ty. Unë çka ka me bu në këtë rast? Neve na duhet dikush që mundet me ofru atyne, e sidomos kësoj Buqës. Jo, bre. Ajo s'duket qaq e rrezikshme. Po e dim na. Po ti je ai personi që mundesh mu afru ofër. Po, nëse e kuptojnë? Të garantoj që s'ki me qenë vetë. Na kena me të mund. Ai, kështu thojnë krejt. Po, ju a e dini që ata njerëz nuk janë normal, janë shumë të rrezikshëm. Ti duhesh me pas besim te na. Nëse diçka i ka ndodhur Lirikës? Jo, nuk besoj që ka mujtë me ndodhë, deri të ashtu. Po na kallëzon e sen që të kujtohet ty. Buqja, kohëve të fundit, shumë po munohet më na bind për me dal jashtë vendit. Edhe ka shumë telefonata të mshefta. Po, kështu ma shumë po tutna prej asaj që s'po thot asgjë. Kjo punë tash vetë sa filloj. Alo, e ty vazhdua? Mos vërtet, që i të bërtit? Mos vërtet, ha? Ti po lunë me krytun. Jo, unë jem të lujt me pështu. Të pare që pishtin qantë janë tatina. Jo, këtë pore na i kena fitu. Fitim? Këto janë pare gjake, jo djallë? Nëse bëjnë dashën tash. Unë po du veç me jetue. Ti veç pejtu të jetën. E ti? Veç prej lakmis. Lakmia më ka mojtë gjallën këtë punë. Dije që Spanjolli ko me na vra. Ani, në letë e prëvan. Je normal mërë ti? O lezonë, më zbërtet, se më lodhë të jamur gjepin atina. Na jena të rreziku. Të dalë para policisë, të i kryt punë të pesa. Dije që ajna ka mojtë gjallë neve. Ai s'mon gjallë kërkan. Ai veç përdor njerëz. Po djallë, ti jetu jetë e pru. Jo, ti jetu tut. Mos nga ba mu më prek. Ti korë s'ke me ecë për para. Po ti kemi na fundus. Mos pa përmerë më korë emrin e Spanjollit. Aj, bindu që ko me të zhduk. Ani, le t'jen.
Ti e tranu, o djallë. Në këtë buhet, ose të rathën, ose të hojnë gjallë. Jeti ju mshti, mi kalzu. Ama kur një jetë nuk e thënë. Këtë punë bjen edhe vetë. Edhe mos harra, sa punë ti kena bo bashkë. Asë njënë për neve dëve s'deli pa usër. Kjo punë ka morë fund. Jo, veç ka fillu.